E thjeri burri gruan o lop. Tha që që pësëm gruja? Edhe një herë më thua lop, kur sytë s'kime më pomo. E tash përshkej me rase, po më dhomin komt. Tha, apo të dhomin komt e më romat porat? Pra, e kuptojnë njës, e kuptojnë keshin, e di qenë të qesh. 2 veta ishin kafish, edhe hin një grua trosh, shumë një pëmën e trosh. Njëri po të që kjo ka më hongër këtë kaficin, ka më në hongër të thënëve. A thot lutëm, kujdes, kjo është motra ime. E sa mirë, thot neve dyve s'po në hongër. Pra një dalim aty. Shpëtun këta dë. Unë e kom thonë kështu, trive. Para se mu martue, që atë pëmën qënë kino. Me po një film 2 orë. Nëse mundet me najtë pa folë, merë dhe rishtë. Zakonisht nuk mundet me najtë, femnat pa folë atë. E që rinë pa folë, merë, ka me të ratua. A vjen për vira jote në herë, tha po valla për gjithë dhe të vjen e shkon. E jotja tha valla, ja me veç një herë ka ardhë. E i du mi të tha, që veç një herë ka ardhë. Po tha veç më nuk u shku kur. Kam jetë atë. Për kuptonë aqë. Po. Mbrëm zemra me zgjoj me vaj. I thash, si mundë me të ndimu, zemra tha, shkruje librin. E thash këto, njerëzit që të bëjnë të qeshësh, shpesh janë më të vlefshëm se dhuratat me të shtrejta. Zakonisht, unë e kom vrejtë dhe vetë një observim të amin, pra personat që të bojnë me qesh, mundohen, pra edhe është një lloj empatie që e kanë për ty, po ashtu, dhe është në një farë mënyrë një... Edhe janë inteligent, se humori se kuptoj gjithë kush. Sidomos ndoshta edhe me kriju diçka, kërkon edhe një inteligjencë pak më të lartë. Vjen burri prej pune, hyn dhomë i shet 4 kom. Mblut 4 kom. Thot. Mendon për gruat, te ka pas tupsin e bejsbollit, e ty hyn bome. Edhe del në kuzhinë. Kur del gruaja për të dhomë, thot, shpirt, a i lodh, a mujtë, a erdhe, kanë orë boba nona jute, e i këm rahatu atje dhomë. Ky pas ka rahatu për zdite? Ky ka gjelozu, ka mendu dikosh në grua, atë në konë boba nona ti. A për që edhe më thonë, durim me pas njëri. S'ka bo, durim s'ka bo. Me pyet. E ka bo katastrofë. E kemi edhe këtë ngutin pak ne. Po. Pa, burri gruaja të shku rrugës, cingron telefoni. Alo, burri për thot, oj, zoj, pse je ka që paftyrë, pse je ka që keqe, po do më prish familjen, pse s'po më në rahat në jetë, ja ka për gruaja telefonin. Tja njësë, oj, poshtër, oj, idiot, oj, lamir, oj, qa si thot, gruaja. Edhe jap telefonin burrit. Edhe për pyet, kush ka kjo grua, bre? Tha nona jote. Katastrofa. Prap këtu është durimi a e vetia që du të me pos. Po, marrëveshja durimi. Po. Vjen burri pit, dru që thot populli. Edhe hinë banje po vjell. Shkon gruaja të djera. A peto der ke pia? Tha, jo s'kum pi. A një hade del. Tha, po dalë veç, troket edhe e nderët e të gjoj derën, dhe di kur dera. Pra i fit. Tha, me që derën. Dhe kësë s'kum pi. A keni ndo një barcelet edhe për burra, në fakt? Ka mërë qësh, ja. Po që ke për burë, i pit, dru s'ka ditë kur që me gjithë derën s'ka mujtë. Se në fakt tu mos marrëveshjet kështu, edhe me shqiftëve goxha janë, e ka një pjesë të humorit. Po normal, unë edhe kalon ma gjatë. Po, Allah i kanë. Dolin 4 shok të shku rrugës, ju del Ariu. 3 ikun, një ishkon ma i ligë, s'muret me i krytohet, edhe paracitet si i vdekun. E të tojnë që me po Ariu dekune nuk hanë. Afrot Ariu i merë pakerë në kokë, e këqyrë e lenë së ngucë. Kur shkon Ariu qohët kë, shkon të shokët. Ata shokët i thanë, qka të Ariu në verë? Thanë, tha valla, botë poshtër i kështë që ta shokë. Të lanë betëm. Po, se kalon vetë, tanik. Ka plë shokë poshtër. Po, a i pas ka qenë ma i menqër dhe e ka shvizu kështë situatën. Edhe një kështë tash. Dalin 3 shokë me prit trenin.
thojnë treni pëvënën. Hynë në restoran, porositin diçka me pi, në atë moment vjen treni. Dhe i sa bojnë pagesa, një kapin valigjet, vrapojnë, i pari kapet në vagonin e 4, i dyti kapet në vagonin e funit, këj treti smurdet me nëzonë edhe rëzohet. Edhe quat po qesh. Ata njerës me thonë, a jeti normal mëre? Edhe hupe trenin, edhe rëzohet, edhe po qesh. Po ku mos me qesh o burë, tha. Pa ata dy qepe në tren, ju ndonë më përcil mua. Ata e ndonë me përcil, to, tash ata hipen tren këmet. Pra, ka usqip me ta. E se mos qesh broj, tani. Hajde tash dhe na me fillu, me do fjallë turta. Këtu kam në ashtime me ndu, ma tallë po më duke, ta. Ka, të mira ka. Fjale e urt është një shpreje, e shkurt, e bazuar në një përvoj të gjatë. Dhe më thonë, me një shkurtes, e të regon një përvoj gjatë. Po. Kjo është fjale e urt. Së të mos edhe këtu fjallë turta janë që ndështë gjenerata pas gjeneratave janë përcjell. Dhe ndështë ai realiteti mundem me thonë që dikush është sprovu gjatë jetës. Këtu i bojnë njerëz të meqëm aqë. Ata që kanë logjikën e zhvilluar të meqëm. Se jo valla ata të padijshme s'dinë. Njerëzit e mirë janë pasuria më e madhe e kësaj bote. Mashkulli që don me pas martesë të lumtur, duhet me majt gojën mbyllën e kuletën qelë. Edhe kur problem s'kije. Tash po besoj edhe ka ndryshu pak kjo. Kjo ka pak ndryshu me vite, por më përpara, po. Ti mos e bazon se ka qa s'kon popull. Po. Shumica që të ja bojnë. E kanë zgjedhë ratin. Gruaja ka dhembje koke në 2 raste. E do një burë që nuk e ka, dhe e ka një burë që nuk e donë. Që të 2 raste. Ka probleme. Ignoranti i ka 4 cilësi që dallohen. Hidhrohet pa asë një arsye, përhap sekretin, u beson të gjithve dhe këshillon pa vend. Ignorantët janë armiqt e vërtet të njerëzve të ditur. Njeriu njihet nga veprat e tij, e jo nga fjalët e tij. Ta kemi vrejt, sepse zakonisht e kemi pas edhe kështu gjatë jetës, pra vepra tona kanë folë ndoshta shumë ma shumë, se sa na mu mundu edhe me tregu diçka që jenë të vu. Pra, nuk kur e kemi arrit, për shembull me arritja, atëherë me të vërtet është bind dikush për diçka. Po na kemë shumë njerëz që folin shumë, e s'e kërkushi. Për kur që s'e letë, e me folë që letë ai, çdo monol. Ka edhe si plot.